Pejgamberi Allahut e pas lonën mas shpinës vet, e pat lonë vajzën e tij, Rukajen, e cila pat konë në Etiopi, me Uthman ibn Affanin, kur banën hijret në Medinë. Dëgjuan se pejgamberi Allahut ka bërë hijret, erdhën për Etiopisë në Medinë. Pejgamberi Allahut vetëm takohet me Rukajen, i jep selam, e përshëndet, smuat Rukaja, e lën pejgamberi Allahut vajzën e vet në shtrat të sëmuar, e shkon në Bedër, që pejgamberi Allahut duke qenë në Bedër, i vdes bia e tij Rukaja, dhe nuk merr pjesë pejgamberi Allahut në vorrimin e saj. E vorros Uthman ibn Affani, prezanton Abdullah ibn Mektumi, e vorrosin shokët e pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut i jo prezent, se pat disa vit, pasi që e takoj, u nda dhe e latë sëmun në shtrat, dhe pejgamberi Allahut pi Bedrit, dhe nuk e takon vajzën e tij Rukajen, dhe pejgamberi Allahut ja jep vajzën e tij Kelthumin, e ma ja marton Uthman ibn Affanin. Pra Allahu të ndërshën, pejgamberi Allahut ka ta kalon sprov, përmi sprov, ma i sprovuarit ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.